AKU, qumshti për foshnja Aptamil po të riqet urgjentisht nga tregu. Autoriteti kombëtar i ushqimit ka njoftuar për të heqjen nga tregu të një qumshti për foshnjë pas një alarmi të ardhur nga Sistemi Evropian i Sigurisë Ushqimore RASFF. Gjatë kontrolleve zyrtare të kryera në Gjermani është konstatuar prania e substancës cereulide, një toksinë e prodhuar nga bakteri Bacillus cereus në qumësht për foshnjë. Sipas AKU bëhet fjalë për produktin Aptamil, një prontura 800 gram Advanced me numër artikulli 172911 dhe datë skadence 10 nëntor 2026. Trupat inspektuese janë angazhuar në teren për verifikimin dhe tërheqjen e menjëhershme të produktit nga tregu. Autoriteti kombëtar i ushqimit u bëri thirrje konsumatorëve që nëse e kanë bler këtë qumësht për foshnja dhe e kanë ende në përdorim, ta kthejnë në pikat e shitjes duke shmangur konsumimin. Siguria ushqimore mbetet një sfidë e përbashkët.